Ke dëgjuar ndonjëherë dik në shtëpi që thot, mos I llogarit parat natën, por a e ke menduar ndonjëherë pse? Në kulturën shqiptare, kjo është një nga bestitnit më të vjetra dhe më të përhapura. Dhe, edhe pse duket e thjesht, pasaj fshihet një histori shumë interesante. Shumë kohë më parë, shqiptarët besonin se nata ishte koha e energjive të fshehta, e gjërave që nuk duheshin bërë në sy të askujt. Llogaritja e parave konsiderohej një akt I bollëkut dhe sipas besimit, nëse e bëje këtë natën bollëku yt mund të zbulohej nga energjitë negative, nga zilia e njerëzve, madje edhe nga shpirtrat që silleshin në errësirë. Në disa zona thuhej, paratë e natës të marrin bereqetin. Pse nuk duhet të numëroheshin? E para, besohej se duke numëruar para natën largon fatin ekonomik. Si me thënë, I mbyll vetë rrugët e bereqetit. E dyta, natën energjitë negative janë më të forta dhe paraja shihet si diçka që tërheq më syshin. Nëse dikush të kishte zili, mjaftonte një shikim I keq për t'i prishur punën. E treta, edhe praktikisht natën nuk sheh mirë. Drita e dobët, gabimet në numërim, humbja e parave, të gjitha këto ndodhin shpesh. Kështu që tradita e ktheu në një rregull të pashkruar. Të vjetrit thoshin, parat ruhen ditën, bekohen natën. Dita është për punë dhe llogari, nata për pushim dhe mbrojtje. Edhe sot, shumë shqiptar nuk I llogarisin parat natën. Disa e bëjnë nga zakoni, disa nga supersticioni e disa thonë, po ç'na duhet me sfidu fatin kot? Dhe ndoshta kanë të drejtë. Nëse paraja ka energji, atëherë ndoshta nata nuk është koha më e mirë për t'i trazuar ato energji. Kështu që herën tjetër kur të vijë ideja të numërosh lekët natën, kujto shprehjen e vjetër. Paratë e natës s'kan ditë me të dalë. Nëse do të përgatis një tjetër skript për bestitnit më të çuditshme shqiptare për para.